A janë këto disa elemente që mungojnë si shembulltyr tek njerëzit dhe për këtë shkak rinia në vend se me i përvecu këto cilësi pozitive, këto vlera pozitive, i përvecon disa gjëra që i shohin tek të tjerë. Këto në shkencën moderne të psikologjisë e quajnë presioni social apo shoqëror, i cili ndikon që ata me i përvecu disa vlera pse ndoshta nuk ju pëlqen, po për shkak të presionit, për shkak që me mbet apo me qenë të famshëm, e detyrojnë vetën me i përvecu disa cilësi negative. Po, është vërtet, më thon vetë fjala adoleshencë është ajo periudha e ndryshimit, jo vetëm biologjik, po edhe psikologjik, do me thonë ndjenja, ndërtimi i karakterit, i moralit. Tash për shembull, e keni edhe problem, do njerë ku thona mi këshillu ata që kanë më të vjetër. Çka thona, po nuk ndryshon më. Pse? Se ka formuar karakterin e vet. Edhe na shohim edhe tek më shumë kur japim ndonjë këshill, shpesh nuk e pranojnë. Sepse nuk ju përshatet, sepse karakteri i tyre është çashtu më ka mbet, ndërsa sot është shumë më e vështirë. Sot domethënë është nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet 24 orë domethënë janë presionuar të rinjt adoleshentët nga bota e jashtme. Nëse na për shembull nuk marrim masa, duke filluar prej familjes, rrethit ku jeton, shoqërisë, atëherë vërtet është shkatërrim i madh.